Sot në darkë është gjysmë finalja e Big Brother VIP. Edhe një javë ka mbetur nga finalja e madhe, që do të jetë më 18 prill. Në finale do të shkojnë 4 banorë. Selina është finalistja e parë, ndërsa sot pritet të zgjidhen edhe 3 finalistët e tjerë mes Brikenës, Mateos, Mirit, Rogertit dhe Shëndritit. Sondazhe të shumta janë hapur për të parë si kanë votuar shqiptarët dhe kemi këto rezultate. Në vend të 5, si më pak i votuari, renditet Rogerti me 2% të votave. Në vend të 4, renditet Miri me 6% të votave. Në vend të 3, renditet Shëndriti me 24% të votave. Në vend të 2, renditet Brikena me 31% të votave, ndërsa në vend të parë, si më i votuari, renditet Mateo me 37% të votave. Sipas këtij sondazhi, 3 finalistët janë Mateo, Brikena dhe Shëndriti, por siç dihet, është produksioni ai që vendos se kush do të shkojë në finale. Edhe pse Miri ka një përqindje shumë të vogël të votave, përsëri pritet që produksioni ta dërgojë në finale në vend të Shëndritit. Edhe Rogerti, gjatë gjithë rrugtimit të tij, ka pasur përkrahje nga produksioni dhe, pavarësisht se ka ofenduar apo bullizuar, nuk erdhi kurrë një zarf i zi për të. Po ju, kush mendoni se duhet të jenë 3 finalistët? Për informacione të minutës së fundit, bëni subscribe në kanalin Zona VIP.